Në një takim me banorët e lagjës Dyli Haxhire dhe Partizani në qytetin e Elbasanit, pasi falenderoi për mikpritjen e ngrohtë, zoti Blushi u shpreh se Partia Socialiste, bashkë me listën e saj, është prezente në të gjitha zonat. Blushi në fjalën e tij replikoi për thënjet e kryeministrit në lidhje me ritmet e zhvillimit të Elbasanit. Sipas Blushit, Elbasani ka si sëmundje kryesore papunësinë. Më shumë se gjithçka, Elbasani nuk meriton qeverinë që ka dhe kryeministrin që ka. Edhe sot e kam dëgjuar, ka qenë këtu në Elbasan, hera e 6 apo e 7 që vjen në 10 ditë, mirë bën që vjen, sepse sa herë vjen i kujton njerëzit ato që s'ka bërë. Dhe i kujton njerëzve se sa shumë arsye kanë që në datën 23 qershor të votojnë kundër Saliu dhe pro Partisë Socialiste të Shqipërisë. E dëgjova sot prapë që erdhi në Elbasan duke treguar se sa shumë ka punuar këto 8 vjet. Sa vende pune ka hapur që nuk i thot kur, se çdo qeveri ditën e fundit të pushtet, nga Amerika deri në Gjermani, në Francë, në gjitha vendet e zhvilluara të botës, në fund të mandatit 4 apo 8 vjeçar, gjëja parë që thonë është sa vende pune kanë hapur për popullin e vet. A keni dëgjuar Saliu në herë thot sa vende pune ka hapur? 5.000, 8.000, 7.000, 20.000, 50.000, jo. Nuk e thot. Nuk e thot se papunësia në Shqipëri është rritur në këto 8 vjet që ai është pushtet. Ne kemi llogaritur që në 4 vitet e fundit vetëm janë humbur gati 70.000 vende pune. Blushi u shpreh në lidhje me shëndetësinë, duke thënë që shërbimi shëndetësor do të jetë falas për të gjithë dhe spitalet nuk do t'i ngjajnë më kazermave ushtarake të kohës së luftës. Partia Socialiste, theksoi ai, do të çlirojë Elbasanin nga nevoja për rishfet. Administratat do të rikthehen kritereve meritokratike. Sot Shqipëria është vendi më i korruptuar në Ballkan, më i korruptuar në Evropë, vendi në 20-shën e fundit të botës për mënyrën se si qeveria vjet popullin e vet. Kemi qeveri që vjet më shumë popullin e vet në Evropë. Kemi qeveri e cila në 5 vitet e fundit, 6 vitet e fundit, e matur kjo nga Instituti Amerikan prestigjos, të besueshëm pra, ka nxjerrë nga Shqipëria 1.3 miliard euro në formë rishfeti. Edhe unë i kërkoj ju të llogarisni 1.3 miliard euro janë 1/3 e buxhetit shtetit. Buxheti shtetit është sot rreth 4.5 afërsisht. Afër 1/3 e buxhetit shtetit, që do thotë në çdo 3 lekë që ne prodhojmë, një qeveria e vjetë. Elbasani me Partinë Socialiste sipas Blushit do të jetë një qytet më në fund i jetueshëm.